Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Ja se çfarë ndodh kockave, diabetit dhe trurit nëse konsumoni 8 kokra ara çdo ditë. Arat janë ndër arorët më të mirë për shëndetin e njeriut. Ato përmbajnë yndyrra të shëndetshme, vitamina, minerale, antioksidant dhe enzima që kanë vlera të fuqishme mjekësore. Arat njihen kryesisht për rëndësinë e tyre në mbrojtjen e shëndetit mendor. Forma e tyre e ngjashme me atë të trurit tregon për lidhjen e ngushtë që ato kanë. Jo më kot, konsumi i rregullt i arave forcon kujtesën, përshpejton përçimin e sinjaleve nervore. Nëse arat janë ndër arorët tuaj të preferuar, zbuloni në këtë video përfitimet më të mëdha që ato ofrojnë për shëndetin tuaj. Të renditura sipas Healthy Site, këto janë përfitimet kryesore që do të merrni nga konsumi i këtij fruti. Ngrënia e një grushti me ara në mëngjes rrit funksionin e trurit gjatë gjithë ditës. Të rinj që hëngrën një grusht me ara në mëngjes patën një përmirësim afatgjatë në kohën e reagimit të tyre dhe një rritje të performancës së kujtesës disa orë më vonë. Sipas një studimi të ri, gjetjet forcojnë pretendimet se arat janë ndër ushqimet që përmirësojnë shëndetin e trurit. Një studim i udhëhequr nga studiuesit e Universitetit Reading in the UK zbuloi se ngrënia e një mëngjesi të pasur me ara kishte efekte pozitive në performancën e trurit që zgjati gjatë gjithë ditës. Ky studim ndihmon në forcimin e rastit për arat si ushqim për trurin. Dhe Claire Williams, profesori i neuroshkencës, autorja e studimit, citoi: "Një grusht me ara në mëngjes do i jap të rinjve një avantazh mendor kur duhet të performojnë më mirë. Është veçanërisht emocionuese që një shtesë kaq e thjeshtë në ditë mund të bëjë një ndryshim të mahniqëm në performancën njohëse." Ky është një studim i parë që shqyrtoi efektet e menjëhershme të arave në funksionin e trurit të rinjt dhe nevojiten gjithashtu edhe konsumi i produkteve të tjera për të përmirësuar shëndetin e trurit, citoi Healthy Site. Arat ndihmojnë në parandalimin e diabetit të tipit 2. Sipas një studimi, gratë që konsumuan 28 gram ara 2 herë në javë ishin 24% më pak të prekura që të zhvillonin diabetin e tipit 2. Ky studim i publikuar në Journal of Nutrient megjithatë tregoi se arat janë një mburojë shumë e mirë edhe për të njëjtat probleme tek burrat. Arat do të rrisin cilësinë riprodhuese. Ngrënia e 75 gram arave për ditë rrit cilësinë e riprodhimit të rinjt, thotë studimi. Ngrënia e kësaj sasie arash për ditë rrit vitalitetin, lëvizshmërinë dhe morfologjinë riprodhuese tek meshkujt e shëndetshëm të moshës nga 21 deri në 35 vjeç. Arat i japin shkëlqim lëkurës. Arat janë të pasura me vitamina B dhe antioksidant, të cilat ruajnë lëkurën nga dëmtimet prej radikaleve të lira dhe parandalojnë rrudha dhe shenjat e plakjes. Kështu që nëse doni një lëkurë plot me shkëlqim edhe në moshën e rritur, konsumoni ara. Arat ju mbrojnë nga çmenduria. Ngrënia e arave çdo ditë ju mbron nga çmenduria, të paktën kështu thonë shkencëtarët. Një grup studiuesish nga Instituti Shëndetësor i New Yorkut zbuluan se minë që nuk hanin ara vuanin nga humbja më e madhe e kujtesës fizike dhe kontrolli emocional. Sipas rezultateve, vitamina E dhe flavonoidet e arat ndihmojnë në shkatrimin e radikaleve të lira të dëmshme që shkaktojnë gjithashtu edhe çmendurinë. Arat janë të mira për shëndetin e trurit. Siç e thamë edhe më herët, arat konsiderohen si një prej ushqimeve më të mira për shëndetin e trurit, sepse janë të pasura me acide yndyrore omega 3. Konsumi 10 gram ara në ditë përmirëson aftësinë reaguese të trurit në përpunimin e informacionit, kujtesën dhe përqendrimin. Duke qenë se janë të pasur me antioksidantë, acide yndyrore, poli të pangopura dhe substanca që luftojnë inflamacionin, ekspertët thonë se duhet të konsumoni çdo ditë në të mirë të trurit arat. Ato ngadalësojnë dhe pengojnë plakjen e parakohshme të trurit dhe ulën rrezikun e sëmundjeve nervore në fazën e mëvonshme të jetës. Ato parandalojnë edhe radikalet e lira të pankreasit. Një studim i ri ka nxjerrë në dritë se ngrënia e arave është e lidhur me uljen e rrezikut të problemeve të pankreasit. Kërkuesit studiuan mbi lidhjen mes ngrënies së arave dhe rrezikut të problemeve të pankreasit tek 75.680 gra që nuk kishin histori të mëparshme të këtij problemi. U pa se gratë që konsumonin 20 gram ara 2 ose më shumë herë në javë kishin një rrezik më të ulët për të prekur nga problemet e pankreasit se ato femrat të cilat nuk i konsumonin arat në dietën e tyre. Arat janë të mira për shëndetin e stomakut.
Mirëmbajtja e shëndetit të stomakut dhe aparatit tretës në përgjithësi është hapi më i mirë që mund të ndërmerrni për organizmin. Mikrobioma e stomakut ka nevojë për probiotik dhe prebiotik që të ruajnë në balancet e bakterieve të mira dhe të këqija. Ekspertët thonë se arrat shërbejnë si prebiotik dhe rrisin volumin e bakterieve të mira në stomak. Ngrënia e rregullt e arrave parandalon inflamacionin, isheminë dhe problemet e zorrës së trashë. Arrat ndihmojnë për të rënë nga pesha. Arrat përmbajnë kalori, e megjithatë janë të pasur me fiber e cila ju mban të ngopur për më gjatë dhe përshpejton metabolizmin. Studimet thonë se arrat janë ideale për të rënë nga pesha nëse konsumohen me matur. Ato përshpejtojnë djegjen e yndyrnave dhjamore dhe frenojnë gjithashtu edhe oreksin e tepërt. Arrat, në të vërtetë, janë një minier antioksidantëve efektiv për shëndetin e zemrës, trurit dhe të gjithë sistemin tuaj kockor. Gjithashtu për më tepër, këto produkte përfshihen në listën e ushqimeve që ndihmojnë edhe parandalimin e problemeve të radikaleve të lira. Frutat e arrave janë një koncentrat i acidit lineolik, një substancë që mbron sistemin kardiovaskular, rregullon qarkullimin e mirë të gjakut dhe ul kolesterolin e keq, dhe rregullon gjithashtu normat më të mira të tensionit. Përdorimi i arrave forcon thonjtë dhe flokët, zvogëlon çrregullimet e organizmit gjatë vjeshtës dhe funksionon kundër artritit reumatoid. Në këtë mënyrë mirëmban shëndetin e kockave dhe largon mundësinë e osteoporozës. Studimet e fundit tregojnë se acidet e omegës 3, ku bën pjesë acidi lineolik i arrave, përmirëson energjinë të personat që i konsumojnë. Veprimi i arrave si produkt anti-inflamator i atribuohet sinergjisë midis acidit elagjik dhe vitaminës C, efektive kundër inflamacionit dhe degenerimit të qelizave. Përfundimisht omega 3 që përmbajnë arrat veprojnë gjithashtu në tru duke përmirësuar funksionet nervore, aftësinë e të mësuarit dhe në kujtesë. Po përse duhet të përdorni veçanërisht arrat natyrale në dietën tuaj? Për të përfituar maksimumin e fuqive shëruese të arrave është e këshillueshme të konsumoni ato sa më natyrale, të cilat nuk janë nënshtruar trajtimeve kimike. Mundohuni të mos blini arra të super bukura për të trajtuar edhe një problem. Sigurohuni të blini dhe të konsumoni arra shqiptare që kanë një lëvozh të errët dhe të njëllosur, që sigurisht nuk janë nënshtruar asnjë trajtimi kimik. Arrat më të mira kanë një mallësi të mesme, nuk kanë vrazhda të tepërta dhe fruti i saj është i freskët, i thatë dhe plot me vaj. Është mirë të shmangni edhe arrat e qëruara pasi kontakti gjatë me ajrin i bën ato të humbasin shumicën e antioksidantëve aktiv. Konsumojini arrat në këtë mënyrë. Është mirë të mos e tejkaloni 10 kokra arra të plota në ditë. Si çdo frut arror, ato janë shumë të pasur me kalori. Ato mbajnë në një vend të freskët, mundësisht të errët. Më të mira mund të konsumohen në mëngjes ose gjatë ditës si një ushqim i lehtë. Arrat sigurojnë mbështetjen më të mirë natyrale për energjinë, një ndjenjë më të mirë të ngopjes dhe furnizim të rëndësishëm me vitaminën B6 dhe vitaminën E, tiamin, zink, shumë të dobishme për shëndetin e indeve, gjithashtu edhe atyre nervore. Acidet yndyrore omega 3 që gjenden me shumicë të arrat zhvillojnë në trurin, përmirësojnë kujtesën dhe procese të tjera. Arrat janë të mira në luftën kundër depresionit. Arrat përmbajnë proteina, vitamina, acide yndyrore omega 3, lektinë dhe gjithashtu yndyra të shëndetshme. Arrat përmbajnë një sasi të mirë të vitaminës B6, shumë folat dhe tiamin. Gjithashtu arrat përmbajnë një sasi të konsiderueshme të vitaminës C, mangan, magnez, fosfor dhe hekur. Omega 3 dhe omega 6 janë dy acide yndyrore që nevojiten trupit për rritjen e qelizave, imunitetin, gjakun dhe parandalimin e sëmundjeve. Sëmundjet koronare të zemrës lidhen me nivelin e lartë të kolesterolit. Arrat, falë prezencës së acideve yndyrore omega 3, ulin nivelin e kolesterolit të keq. Vaji i arrave përmban biotin, kalium, omega 3, 6 dhe 9. Këto element forcojnë folikulat e flokut, evitojnë rënien dhe trajtojnë zbogthin. Arrat kanë veti të mira kundër mykut dhe mbajnë larg infeksionet. 5 deri në 10 kokra arra të konsumuara çdo ditë janë mëse të mjaftueshme për të marrë këto përfitime, citon Healthyside. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbolojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoj t'i bënit like
dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.